duke qenë të kjo puna e shpenzimit, sa varion, po themi një çështje divorci për një individ. Nuk po flas tarifa se sa mund të keni juve, po flas në përgjithësi, në parim, sa mund të shkojnë minimumi dhe maksimumi, flas. Gjithmonë sa janë tarifa të ndryshme që mund të shkojnë për një çështje, po themi më të lirën që mund të shkojnë, nuk e di sa 500 apo 1000 apo 5000 apo 10000, sa mund të jetë balanci, po themi mes sa është mes atij çmimit, sa mund të shkojë një varion një procesi i tillë. Ka shumë çmime edhe varet sa do luftosh, edhe sa share do bësh. Disa herë njerëz luftojnë shumë, edhe atëherë mund të jetë unë kam bërë disa divorce që janë. Domethënë mbas seancave gjyqësore. Po, per trial, like në qoftë se unë marr deri në atë, ajo mund të jetë 1 vit edhe do bëhet, 200.000. Po ato duhet të kenë të ardhurat të përballojnë atë shpenzim. Shumica. Kjo është rastet kur luftohet me njëri tjetrin, luftohet për pasurisë, për fëmijët. Për pasurisë, po më shumë për fëmijët. Se për pasurisë ato janë gjërat që janë matematike, mund të ulesh, në qoftë se ti ke avokat që është i mirë, të gjithë bëjnë një, marrëveshje, po, edhe mbyllet. Po për fëmijët njerëz edhe e kuptoj pse e bëjnë, njerëz luftojnë shumë. So në ato raste mund të jetë edhe më e shtrenjtë. Për shumica nga këto çështjet janë 5.000 deri në 30. Shumica. Nëse janë me marrëveshje me çiftin, kjo është nuk besoj që bie shpenzimi i lartë kur ka marrëveshje. Me marrëveshje mund të bëhet edhe më pak se 5.000. Me marrëveshje nëse jeni mirë edhe dakord me të gjitha, mund të jetë edhe më pak. Thjesht me një seancë gjyqësore ndoshta. A mund bëhet me një seancë gjyqësore kur ka raste të tilla me marrëveshje? Po, edhe unë bëj mediation, takim pajtimi, si quhet. Po, ashtu edhe. Seancë pajtimi. Po, edhe unë kam licencën për atë, jam conciliator. Unë kam shumë, çështje që janë shqiptar, më kanë ardhur, neve kemi biseduar, jemi dakord në të gjitha gjërat, mund të na ndihmosh vetëm të bësh letrat edhe të futim. Kemi 2 gjëra që nuk jemi dakord, po do bisedojmë. Jepni këshill, ja. Edhe ato nuk janë shumë të shtrenjta. Edhe bëhen shumë shpejt. 6 muaj do të kushtoj. E kupton se është të fillim deri në fund 6 muaj do të kushtoj, po 6 muaj është më mirë se 14 muaj. Po, dhe shpenzimet më të larta pastaj. Po. A vren